Zbulohet një yll I lindur pas Big Bang I pakontaminuar dhe shumë pranë tokës në terma astronomik. Quhet SSDS 157334, është një gjigant I kuq brenda në rrugën e qumshtit dhe ka një përmbajtje teje të ulët metalesh, çka sipas shkencëtarëve mund t'i përkatësë gjeneratave primitive të trupave qiellor që janë krijuar disa qindra milion vite pas lindjes së universit, I cili datohet 13.8 miliard vjet më parë. Profili I plot I këtij ylli është publikuar në revistën Nature Astronomy dhe është zbuluar e vrojtuar fal Sloan Digital Sky Survey V dhe teleskopit Magellan në Kili. Sipas ekipit kërkimor, ky yll është krijuar diku tjetër në kozmos, ndoshta në mjegullnajen e madhe të Magellanit dhe më pas është tërhequr në galaktikën tonë përgjatë kohrave. Big Bang I dha origjinë universit si një përzierje e nxehtë dhe turbullt pjesëzash energjike. Me kalimin e kohës, ky material u shpërnda, nisi të ftohej dhe kondensohej në gaz hidrogjeni neutral. Disa zona ishin me densësim më të lartë dhe pas qindra miliona viteve, si pasojë e gravitetit, materiali u kolapsua duke I dhënë jetë kështu gjeneratës së parë të yjeve të formuar nga helium dhe hidrogjen në gjendje primitive. Këto yje u shuan të rinj, por nga shpërthimet lindën të tjerë që klasifikohen gjenerata e dytë me gamë më të gjerë elementesh dhe me prani përbërësisht të rënd pra metalesh. Dhe ylli I gjetur së fundmi është pothuajse plotësisht I përbërë nga helium dhe hidrogjen dhe ka vetëm 0.005% përbërje metalesh, pra është pothuajse I pastër si në krye të herës.